Ishte zhvillime, po. Si komenton Artan me pak fjallë, gjitha këto që i pam sot, tensione në kuvend, madje u tentua që të kaloj edhe në përplasje fizike mes deputetëve të caktuar, ku më pasu pan deputetë të tjerë duke ndërhyrë. Çfarë thonë këto pamje sot? Në fakt, unë po këndroj sigur zoti Krasni që të vendosa dituar për mi provoku deputete e opozitës, sepse kanë ditë për aksionin dhe iniciativën të tyre për qenë të pranikshme në kuvend. Unë, për mu, kjo është opozita që dua, për mu, kjo është PDK-ja që dua, dhe pra duhet të jenë shumë aktiv, proaktiv, të kenë iniciativa, të bëjnë opozitën si duhet, dhe vetëm kështu, domethënë edhe më herët, ky Shabiu tha nuk i fiksohet kulti i kësaj opozite, unë mendoj ka të drejtë për opozitën e deri djeshme, por për sot e tutje dhe për vezëve të kime kadriaj, zoti Kurti i ka frikë kësaj opozite. Dhe nëse vazhdon opozita në këtë formë, në këtë drejtim, të i bëjë aksione politike dhe dhe me protest dhe darje në shesh, unë mendoj që ditët e numëruara do t'i ketë zoti Kurti në krye të qeverisë. E qartë. Një pyetje kam, pse mendoni se janë deputetët e vetëvendosjes të ulur në vendet e tyre kur nuk është thirrur seancë? E kuptoj që opozita ka shkuar aty për ta kundërshtuar dhe për të protestuar në një farë mënyre, po përse qëndrojnë në vendet e tyre tre deputet janë tashmë të vetëvendosjes që janë të ulur, sikur se të ishte thirrur seanca? Se cirku nuk funksionon pa aktor. Dhe sot brenda këtij cirku normalisht që ata i kanë dërguar aktorët e vet, të cilët në forma të ndryshme dëshirojnë me hedh mjegull syve të qytetarëve të Republikës Kosovës, kinse edhe këta gjenden brenda objektit të kuvendit dhe janë të interesuar për një marrëveshje politike. Na po i dëgjojmë vazhdimsi në sapo mundemi me i dëgju, duke thirrë që hajde një herë bëjmë një marrëveshje politike, mandej e thrasim seancën konstituive, kur kjo nuk është kërkon në hartë, sepse ata thirrjen e seancës konstituive brenda afateve ligjore nuk e kanë çështje apo merret vesh me ato se jo është çështje obligative ligjore. Nuk mundet më të prit kërkosh ty pafundësisht me tra tamam një tesh, një këmish për me vesh derisa afatet ligjore rrjedhin. A e kemi qartë? Dhe këta dojnë sot para qytetarëve me u paraqit që ne e kemi gatishmërinë, po dojnë me fol, këta s'po dojnë me fol për marrëveshje politike, po dojnë veç me ardhmë kuvend edhe me paraqit shoh, por secila palë po tenton me paraqit palën tjetër si fajtore. Mirë po, normalisht humbzit më të mëdha jemi vetë ne këtu që po humbim kohë e energji duke i komentu, dhe mas shumë të janë edhe qytetarët e Republikës Kosovës të cilët gjenden brenda një shteti që aktualisht i cënohet rendi i tij kushtetues. Ky është realiteti politik të cilin jemi duke jetu gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, nuk jemi njës, as nuk kemi ekspertizë të çështjeve juridike, por dim me lexu. Domethënë, nuk ka nevojë vendimin e gjykatës kushtetuese me pas kurfar ekspertize, me ditë me lexu se është i qartë, preciz, bele, vendimi i gjykatës kushtetuese ne e dim që ka ardhur pikërisht për shkak të paqartësive që kanë ekzistuar. Dhe unë ja kam dërguar regjisë edhe postimin e Avni Deharit, besoj mund me paraqit regjia, që e ka bërë sot në Facebook që i ngjason pak asaj deklaratës që e tha për media, i cili e krahason vitin e kaluar, dhe këtu po du me e bë këtë paralele për shkak interesit publik, me kuptu qytetarët e Republikës Kosovës se çfarë devijimi të realitetit kemi të bëjmë. Këtu po vazhdojnë këto skenat. Gjas, ka një tjetër deklarim. Ka mujt me ardhur një deputet tjetër tash, se këta vinë tash me radhë, veç për me kriju që. Është zonja